Pra, kemi 2 të tilla. Dhe tek kjo përzierje, jo vetëm për të ruajtur qumshtin e bletës, por njëkohësisht edhe për të na dhënë një mori të madhe me probiotik, atëhere shtojmë pak e nga pak mjaltin derisa të mbushet kavanozi. Ky produkt me të vërtet është i mrekullueshëm për të rritur testosteronin, për të rritur dëshirën për kryerjen e marrëdhënieve seksuale. Atëhere shtohet mjalti pak e nga pak, e përziejmë dhe le të themi na bëf të mirë. Ky është me të vërtet një produkt natyral, siç e pat me të gjithë këto përbërës, veç se qumësh blete shtohen 10 cc dhe është provuar që me të vërtet jo vetëm që rrit testosteronin, por shton dukshëm edhe spermatozoidët tek meshkujt.